kam kënaqësinë të jap fjalën drejtuesit politik të qarkut të Shkodrës, zoti Luciano Bocci. Nderuar zoti Berisha, nderuar kryetare Shkreli, nderuar deputet, nderuar kandidat për deputet, të dashura qytetare, dashur qytetar Shkodran, Malësisë Madhe, të Vaudejës, Fusharzit dhe Pukës, mirë se keni ardhur në këtë takim madhështor, në këtë takim që hap si parin e fitores Partisë Demokratike këtu në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë. Gjatë këtyre ditëve, ne jemi takuar bashk, kemi biseduar bashk, kemi folur bashk. Po e ndërpres sepse midis nesh është zoti La Civita, cilit i urojmë mirë se ardhjen, dhe zoti Manafort, cilit i urojmë mirë se ardhjen. Gjatë këtyre ditëve, ne jemi takuar, kemi folur bashkë me njëri tjetrin dhe kemi ndarë shqetësimet tona dhe unë dua t'ju them faleminderit për çdo fjalë, faleminderit për çdo shtrëngim duarsh, faleminderit për çdo duartrokitje, faleminderit për çdo mbështetje dhe t'jeni të bindur që ne këtu ju kemi folur me besimin ton, ju kemi folur me mendjen ton, por mbi gjitha ju kemi folur me zemrën dhe shpirtin ton. Ne kemi shkuar kudo, në çdo fshat, në çdo qytet, në çdo lagje, dhe me vete kemi pas në sy imazhin dhe dhimbjen e njerëzve tanë që kalojnë La Manshin me gomone mbi supe. Kemi pasur në sy imazhin dhe dhimbjen e vrasjes Martinit në oborrin e shkollës për shkak të Edi Ramës. Kemi pasur në sy rinin e cila kërkon tik nuk ka rëndësi se ku, ka rëndësi vetëm tikit largohet për shkak të Edi Ramës. Kemi para të fermerin dhe kemi imazhin e tij në sy dhe dhimbjen që ai mallkon punën dhe profesionin e tij për shkak të Edi Ramës. Kemi takuar dhe kemi atë imazhin ati pronarit që është i dëshpëruar për pronën e tij. Kemi në sy imazhin ati të persekutuarit që ndjehet edhe sot i persekutuar. Prandaj dashur miq, kjo situatë duhet ndryshoj, ne të keqës madhe duhet i themi ndal dhe ne do ta bëjmë te me fuqinë e njerëzve, me fuqinë e Partisë Demokratike, me fuqinë e fitores sonë. Kudo kemi takuar të vërtetat dramatike të njerëzve dhe i kemi bashkangjitur atyre të drejtën nëpërmjet një programi real, konkret, zbatueshëm, në cilin kemi vendosur vullnetin ton për të ndryshuar gjërat, në cilin kemi investuar gjithçka se do të ndryshojnë gjërat që nuk shkojnë në këtë vend, në cilin kemi bindjen që do realizojnë fitoren ton, fitoren e Partisë Demokratike, sepse ai program në radh parë është program njerëzor, pastaj është një program që nga njerëzorja nxjerr madhështinë e njeriut shqiptar, madhështinë e kësaj Shqipërie për një Shqipëri madhështore. Dashur miq, kur hapëm fushatën elektorale këtu në Shkodër, në pallatin e sportit të mbushur plot, ajo që më bënte përshtypje nuk ishte entuziazmi, nuk ishin duartrokitjet tuaja. Jo, ishte vëmendja juaj,
ishte ai serioziteti pothuajse fetar, ishte ai bashkimi ynë që më tërhoqi, ishte ajo shtytja me cilën mënyrë teshtur, ju na frymëzoni që ne të vazhdojmë dhe të bëjmë luftën tonë. Dhe që në ato momente e kuptova që kjo fushat nuk do ishte si fushatat e tjera që unë kam kaluar. Nuk do ishte dhe nuk është e tillë, sepse kur Shqipëria nuk ka qenë në një krizë tillë morale, në një krizë tillë politike, në një krizë tillë vlerash, në një krizë tillë familjare, nga e cila do e nxjerrim ne, sepse Shqipëria kur nuk ka qenë situatën ku e ka quar Edi Rama. Dhe kjo nuk është thjesht një fushat elektorale. Kjo, dashur miq, është luftë midis mirës dhe skeqes, midis gënjeshtrës dhe zvërtetës, midis drejtës dhe të padrejtës. Është një udhkryq historie i cili do të përcaktoj për vite tëra fatet e fëmijëve tanë, fatet e familjeve tona, fatin e Shkodrës dhe fatin e Shqipërisë. Sepse ajo që na ka sjell këtu gjithëve ne, nuk është politika, është më e madhe se politika. Ajo që na ka sjell këtu është më e fortë se disa karrike thyera të parlamentit. Ajo që na ka sjell këtu është më e vërtetë se jeta, sepse Sali Berisha është misionar, sepse ne jemi misionar të Partisë Demokratike, sepse ju dashur qytetar jeni misionar të fitores Partisë Demokratike dhe të shpëtimit Shqipërisë. Prandaj të gjithë vazhdojmë luftën tonë. Vazhdojmë luftën tonë në këtë fushat elektorale që po shkon drejt mbylljes, por në cilën pas datës 11 nis komunikimi ynë i vërtet për qeverisur, me sinqeritet dhe për ullje, me përgjegjësi dhe angazhim për ju dhe për gjithë shqiptarët. Dhe ne shohim dy shfaqe, prandaj dhe kjo fushat është krejt e ndryshme nga fushatat e tjera. Nga ana jonë jemi ne që kemi ofertën tonë, nga ana tjetër është Edi Rama me mashtrimet e tij. Në një anë jemi ne që dhurojmë dashuri dhe japim përkujdesje. Në anën tjetër është Edi Rama që shpërndan urrejtje dhe dhunë. Në anën tonë jemi ne që ngrejmë në dignitet, në pjedestal njeriun, triun, babajn, nënën, prindin. Dhe në anën tjetër janë ata që shpërndajnë për çmim, për gratë, për burrat, për të rinjtë e këtij vendi. Në anën tonë jemi ne që me sinqeritet dhe angazhim ofrojmë qeverisje. Në anën tjetër është Rama që ofron grabitje të çdo pasurie, të detit dhe tokës, të fushave dhe të maleve, pa u ngopur asnjëherë. Prandaj jemi sot kaq shumë këtu nga Shkodra, nga gjithë Shqipëria, që të çojmë përpara uraganin e fitores Partisë Demokratike. Dashur Shkodran, mos keni iluzione, mos u gënjeni nga pozicioni i yllit, dikur ishte në ball, sot është në gjoks. Mos u gënjeni nga pasaporta, dikur e art, sot po shitet si argjend. Ata që sot kërkojnë përsërisin sundimin e tyre, mos harroni kanë dalë nga i njëjti bark. Dhe ata që pushkatuan dhe burgosën shumë vite Shkodrën, duan ta prangosin me varfëri Shkodrën dhe Shqipërinë, duan t'i bindin shqiptarët se ata kanë lindë varfër, do jetojnë varfër dhe do vdesin varfër në një vend që është i pasur, me njerëz pasur dhe me njerëz me zemër të fortë. Prandaj miq, ftesa ime është ta vazhdojmë luftën tonë dhe ta arrijmë fitoren tonë. Fitoria i takon guximtarve, fitoria i takon Shkodrës, fitoria i takon Shqipërisë. Zoti e bekoft Shkodrën, Zoti e bekoft Shqipërinë. Fitore, fitore. Kam kënaqësinë t'ja jap fjalën një tjetër miku
kryestrategut të fushatës së Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, zotit Kris Lasivita. I want to start, well, before I start, when I got on a plane this morning, friends of mine in Washington, D.C. are celebrating an important birthday tonight. Përpara se sa të filloj, disa miq të mi në Washington po festojnë një ditëlindje të rëndësishme sot. And it's for a very, very dear friend of mine, and her name is Susie. And I wanted to wish her a happy birthday from Albania. And Susie, happy birthday. E ka ditëlindjen një mikesha ime shumë e shtrenjtë, Suzy, I shpreh përgëzimet e mia dhe urimet e mia nga Shqipëria. Ta gëzosh ditëlindjen Suzy. I'm honored to be here at the place where the fight for Albanian freedom started. Jam shumë I lumtur që ndodhem këtu, në vendin ku nisi lufta për lirinë e Shqipërisë. You were the first to turn down the monument of one of history's greatest murderers, Joseph Stalin. Ju ishit të parët që rrëzuat monumentin e një prej vrasësve më të mëdhenj të historisë, të Stalinit. Now it is time to turn down another failed monument, Edi Rama. Tani është koha të rrëzoni një tjetër monument të dështuar, Edi Rama. Turn down the corruption. Të rrëzoni korrupsionin. Turn down the economic failure. Të rrëzoni dështimin ekonomik. And turn down the poverty. Dhe të rrëzoni varfërinë. As an American, we believe in liberty, freedom, and the dignity of each person. Si Amerikan, ne besojmë tek liria dhe tek dinjiteti I çdo njeriu. We believe that each person has a God-given right. Ne besojmë se çdo njeri ka disa të drejta që ja ka dhënë Zoti. To live, work, and raise their families. Të punoj, të jetoj, të rrit familjen. And worship the God of their choosing. Dhe gjithashtu të nderoj Zotin që zgjedh ai. Dr. Berisha made history. Dr. Berisha shkroi historinë. In building historic relations. Duke krijuar marrëdhënie historike. With the United States. Me Shtetet e Bashkuara. We trust Dr. Berisha. Ne kemi besim te Dr. Berisha. But these rights can vanish. Por këto të drejta mund të zhduken. Unless all of you do all you can and vote on Sunday. Vetëm nëse ju bëni gjithçka që mundeni dhe votoni këtë të diel. Your friends and your families. Miqtë dhe familjet tuaja. Only you can save the future of Albania. Së bashku me ju mund të shpëtojnë të ardhmen e Shqipërisë. You must fight. Ju duhet të luftoni. Fight for your families. Të luftoni për familjet tuaja. Fight for your future. Të luftoni për të ardhmen tuaj. Fight for your freedom. Dhe të luftoni për lirinë tuaj. God bless you and God bless Albania. Victoria, Victoria, Victoria. Ju dhe Zoti e bekoft Shqipërinë. Por tani është momenti që të prezantoj kandidatët e qarkut tuaj, të qarkut të Shkodrës, duke filluar me Luciano Boçi, Kliti Hoti, Greta Bardeli, Ramadan Likaj,
Ndoc Ashta, Ludovik Hasani, Lilian Idrizaj, Ted Kopliku, Arben Lushaj, Aurel Markaj, Matilda Matia, Senada Mehmeti, Gentian Doj, Elmira Andreveshaj dhe Bardh Spaia. Tani kam knajsin dhe nderin që nga Shkodra t'ja fjalën liderit të koalicionit Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, zotit Sali Berisha. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Shkodrës, vëllezër e motra, zonja e zotëri, përshëndetjet më të përzemërta për ju në këtë shesh, në këtë tubim fantastik, qytetarëve të Shkodrës kudo që janë, banorëve të këtij rrethi, nga Shala Dukagjini, gjerë në Torovic, në Fierz dhe në Velipoj. Nderimin tim më të madh për të gjithë ju. Por sot në kohë që ne jemi mbledhur këtu prag të fitores tonë madhështore, me qindra mira, qytetarë nga mbar bota po presin emrin e pshejtërisë së tij papës së sapo zgjedhur. Le t'ju urojmë ne sukseset më të mëdha në misionin e tij hyjnor, udhëheqjen e miliarda katolikëve në Europë dhe në botë. Le të ndërojmë ne miqësinë tradicionale, shekullore, mijëravjeçare që ka lidh trojet armënore me Vatikanin. Por miq, këtu bashkë kryestrategu i rikthimit më të madh historinë e njerëzimit, rikthimit të presidentit Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, na njoftoi se bashkë arkitektja e këtij rikthimi të jashtëzakonshëm, aktualisht shefe e kabinetit në Shtëpinë e Bardhë, zonja e nderuar Susan Willis, ka ditëlindjen. Le të bashkohemi ne me mikun ton Krisla Sivita për t'i uruar asaj edhe 120 vjet, siç thot urimi ynë tradicional, vite plotshmet dhe suksese. Të dashur qytetarë dhe qytetare të Shkodrës, më pak se 3 ditë në ndajnë nga një ditë e madhe, nga një ditë që ndanë historinë tonë, nga një ditë në të cilën Shkodra
qytetarët e saj do t'jenë në orën më të bukur të jetës tyre, do t'jenë në orën e lirisë tyre, në orën e dignitetit tyre, në orën e fitores tyre. Unë kam bindje se 11 maj është pas gjithash dita e shpirtit liridashës të qytetarëve të këtij qyteti të mrekullueshëm. Është dita në të cilën Shkodrant, që ka ruajtur më shumë se kushdo tjetër idealin e lirisë, që ka ruajtur dignitetin e tyre në kohrat më të vështira, me 11 maj do të çelin, do të firmosin një kapitull të ri në historinë e Shkodrës dhe historinë e Shqipërisë. Do të ndahen miq me një diktaturë të cilën Europa në shekuj dhe mijë vjeçar nuk e ka njohur. Europa ka njohur të gjitha llojet e diktaturave, por jo kur narkodiktaturën. Narkodiktatura e vendosur këto 12 vite ishte formë mizore, pa shpresë, formë e egër si çdo diktaturë tjetër. Por kjo zbrazi boshatisi Shkodrën dhe Shqipërinë më shumë se çdo luftë, më shumë se çdo mëndzyrë, më shumë se çdo epidemi. Kjo diktaturë, një lloj, si ajo tjetra që kaluam, votën tuaj, vullnetin e njerëzve të lirë, e dhunoj dhe e dominoj, me krimin, me drogën, me parat e helmit. Kjo diktaturë, për 12 vite me radhë, bëri pensionistët shqiptarë të vuajnë çdo vit më shumë, rrogtarë shqiptarë të vuajnë gjithje më shumë. Kjo diktaturë bëri që qindra mira normale të falimentojnë, qindra mira ferma të falimentojnë, bëri që sofra të mos ketë më pjata për të gjithë thonëtarët e shtëpisë, dhe që të detyrohen prindrit, gjyshrit, të thonë të rive shkoni, merrni rrugë të botës, paçi fatin tuaj. Miq, qytetarë të mençur të Shkodrës, adhetarë të flakë si që jeni, imagjinoni një moment ku kemi arritur. Ju bëj thirrje çdo shkodrani kudo që ndodhet, nga Firza në Velipoj dhe kudo që jeni, dhe çdo shqiptari, vete një moment, mendoni ku na çoi në 12 vite ky regjim. Sot ne jemi vendi, jemi kombi me lindshmërinë më të ulët në botë. Sot, për shkak të migracionit, ne jemi vendi me lindshmërinë më të ulët në botë. Sepse në 10 vite për zuri, nga Shkodra dhe Shqipëria, vetëm të ri 620.000. 620.000 sofra, votra familjare, mbeten pa fëmijët e tyre. Votrat pa fëmijë janë votra pa djep. Votrat pa djep janë dritë fikura, janë derë të mbyllura dhe nuk kanë të ardhme. Një shtëpi pa djep, edhe florit le tjetë nga derë në çdo gjë, është një shtëpi që mbyllet
një shtëpi pa zot, një shtëpi muze dhe asgjë më shumë. Qytetarë dhe qytetarët Shkodrës, Historia në mëson se kombet edhe të fuqishme, se shtete edhe të fuqishme, se prendori edhe të fuqishme, dhe është dukur. Ndaj dhe sot jemi para kësaj përgjegjësie të madhe, para kësaj përgjegjësie në radhë parë, para vetës tonë, para këtyre fëmijëve, para atyre që nuk i kemi më, do të lëmë në këtë kom të rrukulliset në grëmin në historisë, apo do t'i dalim Zot, kurën e kurës nuk mund t'a lam farën ton të shruhet, fara jo nuk shruhet kur. A është 11 maj, pra një vot, për ndalë këtë rrukullisjet madhe, a është 11 maj, një vot për një epokë të re për Shqipërinë, e cila do të ketë dignitetin, shpresën, besimin tek Shkodra dhe Shqipëria. Miqtë e mi, unë dala vetëm në këtë aspekt, po çfarë i shtyn të ritë tanë, çfarë i shtyn fëmijët tanë të marrin rrugë të dheut, në një kohë kur Shkodra është vendi i pasurive prallore, dhe e them me bindjen më të thellë, shumë zor, të gjesh një vend tjetër që të ketë një det fantastik dhe Alpet madhështore në një shikim. Shumë zor të gjesh një qytet që të ketë një liqe kaq të bukur dhe kaq të madh sa që është liçeni i Shkodrës. Shumë zor të gjesh një tokë si që është në Shkodra, misir kalua misirit, tokë ndër më pjelloret që mund të bëhet. Shumë zor të gjesh kanjonet, liqejt e mrekullueshëm të Vaudes dhe Komanit. Miq, askund nuk mund të gjesh njerëz që e njohin, e ndërtojnë dhe shijojnë jetën më bukur se shkodrant, njerëz punëtor. Atëherë miq, çfarë kanë që ikin dhe ikin shkodrant? Çfarë ndodh me ne? Ikin dhe ikin sepse kemi një regjim të pa shpirt, sepse ky regjim, pensionistët që kishin një pension prej 142.000 lek në 2013, por që ishte pensioni më i lartë në rajon, i la sot të fundit në rajon dhe Malazezi që mirte 138.000 lek, merë sot 450.000 lek. Sepse Rumuni që mirte 164 euro rogën minimale në kohë kur shqiptari e kishte 220 euro. Sot merë 800 euro. Po pse këto? Sepse çdo qeveri, taksat që u merë qytetarëve, në radhë parë ja u kthen qytetarëve. Ja u kthen në pensione, ja u kthen në rroga, ja u kthen me ilaçe, ja u kthen me shkolla, ja u kthen me asfaltime, me ujësjelsa, me kanalizime. Ku janë? Erdhi këtu, do të themi gjë, sikur 12 vjet pushtim, i huajt kishte patur Shkodra, dhe pushtuesi të vinte këtu, kur nuk do i lejon të vetës të thoshte se unë kam investuar në Shkodër 1.300.000.000 euro. Mashtruesi i neveritshëm, i turpshëm, ai në Shkodër. Në Shkodër, në 12 vite,
asnjë projekt të ri, që të gjitha vazhdim i projekteve në përfundim e sipër të mëparshme. Miq, pra erdhi me një thes me rrena, edhe më mendoj se do mund të rrej Shkodran. Do të thënë, këta janë usull 8 muaj në fushat nga takimin takim, duke bërë xhonglerin, duke bërë hokatarin, duke bërë banalistin, me një fushat banale, bajate, dhe vetëm gjë që s'bëri s'da kur shpjegim se ku shkuën 130.000 euro baras me 812.000 pensione të djegësit e Tiranës. Ku shkuën ato? Ku shkuën? Ku shkuën 90% e fondeve që përdoren për rrugë? Ku shkuën? Fondet që ndërtojnë shkollat me 10 fish e Bashkimit Evropian. Ku shkuën? Ku shimori këto? Miq, këto i mori qeveria, ja u themun ju, dhe i mori nga pensionet tuaja, i mori nga rrogat tuaja, dhe duhet ta di secili, çdo shqiptar, se në qoftë se pensionet mbeten ato, dhe në Maltëzi u trefishuan, këtu mbeten ato sa ato para të pensioneve u vunë në rrugë të gjitha për të vjedhur. Dhe ky njeri tani që ndërton saraje 2 herë më të mëdha se Enver Hoxha, me një kopsht 4 herë më të madh, ky njeri tani del dhe bën fjalë për çyryk, për autik, për këto, për ato, nuk i vjen asnjë frek gojsti, duke fyer në këtë mënyrë fëmijë, duke fyer dhe një akt që unë ja them këtu sot, ai bëri një tërheqje, por nuk është e vogël, se atë ka bërë vetëm Maduro, diktatori Venezuelës, e ka në fjalim të njëjtin term. Dhe Adolf Hitleri, i cili kishte dekretin e eugenikës për fëmijët me tmeta, raca ariane thoshte nuk i priste. Dashur miq, ky ishte fushata e tij. Fushata e njeriu që qeverisi 12 vjet. Shkodran, ky meriton ndëshkimin më të madh. Pap i ri u zgjoll një Donald Trump i ri në Vatikan. Papa Leo, një Amerikan, le ta urojmë. Le t'ju urojmë edhe njerë jetë gjatë dhe sukseset më të mëdha në udhëheqjen e Vatikanit dhe të besimit dhe besimtarëve katolik në mbar botën. Na edhe ne dashur miq, rikthehemi pikërisht tek qytetari. Do rikthejmë parat tek ju. Do vendosim minimum jetik 200 euro. Do vendosim rrogën minimale 500 euro. Do vendosim kartën e konsumatorit ku ata që marrin rrogat ulta dhe pensionet kenë 20% më lirë ushqimet. Do vendosim
Asgjë, do vendosim listën e rimbursimit të ilaçeve që ka sot Republika Italiane. Që asnjë për ju mos kërkoj nga njerëz të vet ilaçe në Itali. Ti bleni këtu. Për çdo biznes të vogël, energjia do jetë 6 lekë dhe jo 18 që është sot. Hapësira publike do t'jetë 5 herë më lirë se sot, nga 1500 në 120. Tarife e ujtë do përgjysmohet. Tavanet për të vëshën dhe tatim fitimin për biznes të vogël rritën në 180.000 euro. Tatim fitimi dhe tatimin mbi të ardhurat nga 23 zbret në 10%. Rogat rriten me njëherë 13%. Të vëshëja zbret në 15%. Sot po më pyeste një gazetar, po, Sali, po, çfarë pruri Krisla Sivitan, këshilltar tek ju? I thash unë, po thaj, ai programe pruri, thash unë. Po qa program? Po është programi e tha vetaj, programi Reganit. Programi atyre që besojnë në taksat e ulta, në lirinë ekonomike, në fuqinë individit. Fermerë të Shkodrës dhe të mbarë Shqipërisë, fermerë të diskriminuar, të goditur rënd nga Ballkani hapur dhe qëndrimet më të papërgjegjshme të kësaj qeverie. Në 100 ditë, vetëm 100 ditë, ju a fjallën se do pesfishohen subvencionet tuaja për çdo fidan të mbjell, për çdo njësi prodhimi, për çdo bagti të mashtruar. Dhe hiqet çdo lloj kriteri. Jo duhet të ketë kaq hektar apo aq hektar, kaq kokë apo aq kokë. Jo, për çdo gjë që keni do të subvencionohi. Miqtë mi, të gjitha këto japin frymëmarrje, me këto kryejmë detyrim moral, kthejmë parat tuaja. Garantoj pronart se brenda 4 viteve do marrë zgjidhje përfundimtare problemi pronave dhe nëse do lindte nevoja për të marrë kredi, do mirrim kredi, por s'ka asnjë nevojë. Garantoj të përndjekurit politik se dëmshpërblimi i tyre dhe kompensimi merr fund brenda 4 viteve që vinë. Sikundër, rritjet e rrogave dhe pensioneve vazhdojnë gjersa ne të dalim përsëri në krye të gjitha vendeve të rajonit për rroga dhe pensione. Asnjë nga vendet e rajonit nuk ka pasurit që kanë shqiptarët. Ja u them unë ju. Dhe ato vidhen dhe vetëm vidhen. Se nëse ato administrohen, mjaftojnë për mirëqenjen, begatin e mbarë shqiptarëve. Miq, këto realizohen në 100 ditë, por diçka tjetër më thelbësore, ajo nuk realizohet dot në 100 ditë, po ajo do të jetë betejë e jetës tonë. Betejë e jetës tonë do të jetë që ky kom të vi përsëri në moshën e rinisë. Ky kom të vi përsëri në moshën e rinisë. Fati ynë, ekzistenca jonë, do varet nëse ne do ta sjellim prap kombin në moshën e rinisë tij.
apo do të alam të mplakët të rrudhët gjë në zhdukje. Kur s'do të pranojmë të dytën. Ndaj dhe do fillojmë. Për fëmin e parë, bonusi 70 euro. Për fëmin e dytë, bonusi 60 euro. Për fëmin e tretë, bonusi pages nga linja gjerë në 23 vjeç çdo lloj shpenzimi. Për fëmin e katërt, të njëjtën gjë. Do bëjmë çdo gjë që ata qindra mira, vajza dhe djemë që u larguar nga Shqipëria, të kthehen në Shkodër dhe në Shqipëri, 5 vite pas një taks, grante, kredi për bizneset e tyre, kredit buta për strehimin e tyre. Nuk ka mision në të shejt për ne se sa të sjellim kombin në moshën e rinis. Edhe sikur të kërkohet të bënim sakrifisat më të mëdha, ne duhet t'i bënim ato. Por jo s'kërkohet. Kërkohet vetëm vullneti hekurt për t'u përqendruar, për të mbështetur të rejat, për suksesin e tyre që ëndra e tyre të çelë në Shkodër, të çelë në Shqipëri. Ndaj dhe ne. Zero tolerancë analfabetismit. Shkolla është kushti i edukimit pas familjes, i formimit, i qytetërimit të fëmijëve tanë. Do bëjmë çdo gjë. Shkolla nëntëvjeçare, çdo nxënës që mbaron shkollën nëntëvjeçare do të kalojë në shkollën e mesme. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Shkodrës, do të jam i hapur me ju. Në vitin 2006 e shifja kishim rënë shumë në kalimin e nxënësve nga shkolla nëntëvjeçare në shkollë të mesme. Dhe disa herë menduam në atë kohë që ta bënim të detyrueshëm arsimin e mesëm. Veç se mirë ka, sepse kombet që e kanë bërë detyrueshëm kanë përfituar nga kjo masë. Tani ju garantoj me këtë rënje, ndofta do të vendosim arsim të mesëm të detyruam gjimnaz për të gjithë shqiptarët. Nuk do ketë më mesatare si shpat Demokleu për të përjashtuar nga universiteti djemë dhe vajzat shqiptare. Dyert e universitetet të hapura do t'jenë, dhe përveç kësaj, çdo student që studion jashtë rrethit ti do ketë bursën 200 euro. Çdo i ri që ndjek shkollë të mesme profesionale jashtë rrethit ti do ketë bursën 200 euro. Universitetet do t'jenë në partneritet të plot me sipërmarrjet. Miq, një pakt kombëtar për rinin duhet. Ne duhet kemi një pakt kombëtar që të bëjmë gjithçka për të mbështetur të rit. Në këtë aspekt, një fond 10 milion eurosh vetëm për sipërmarrjet e tyre, startupin e tyre. Startup Albania duhet jetë startup i të rive shqiptar. Një qati, çdo çifti të ri, ja kemi borxh dhe do t'ja japim. Ne do japim 30.000 euro grant, që ai të paguajë interesat e kredis dhe të blej apartamentin që tetoj aty. Pra, të rit kanë talentet e tyre, një fond i veçantë, fillimisht 5 milion euro, për të mbështetur talentin e tyre në muzikë, në art, në pikturë, në skulpturë, në letërsi, në sport, në film, në çdo fushë. Pra, ata që sot janë ujë i pakt për ne, ata duhet jenë gjaku
jeta, gëzimi, e sotmja dhe ardhmja këtij vendi dhe unë ju jap fjalën se kjo do ndodhë, këtë ta bëjmë së bashku. Ndaj dhe unë ju ftoj ju me 11 maj të votoni ekipin e Luciano Boçit. E profesor Luciano Boçit, ta gra dhe burrat mrekullueshëm, të cilët janë krenari për Shkodrën, krenari për Shqipërinë. Ju ftoj të mbështesni këtë ekip, se përballë është alternativa e krimit. Në Velipoj përfaqësues të Plumgjoks, në Dajç të tjerë, në Dobraç të tjerë. Tani u them atyre unë, u them edhe përfaqësuesve tyre dhe atyre. Në datën 12 maj, qeveria e re do të shpall ju grupe terroriste dhe mos guxoni të kërcënoni qoftë dhe një komisioner dhe një qytetar. Do të përgjigji ashtu që nuk ja u pret mendja. Dhe mos mendoni se u mbron Edi Rama e Benet Besi. Jam mbathin të partë. Jam mbathin të partë. Qytetarë dhe qytetarë të mençur të Shkodrës, ju bëj thirrje, as një vot për Tom Pazarin, as një vot. Vota për Tomen është e tëra vot për Edi Ramën. Tom është skllav i Edi Ramës. Kurse ato partit, o miq, ato partit që ju thoni ju se ne nuk kemi për rotacionin, atë në maska, atë në partit, atë në për Edi Ramën, po si nuk je ti për rotacionin, largimi një regjimi që po shbën Shqipërinë, që po largon trit nga Shqipëria, që po i varfron pensionistët, që po varfron shqiptarët, si nuk qenë këti për rotacionin, atër të një vegële e Edi Ramës. As një vot për ta. Miqtë e mi, në Europë shkohet me ideale demokratike. 11 maj është dita që ju firmosni për integrim në Shkodrës dhe Shqipërisë në Europë. Me Edi Ramën shkohet drejt Tom Doshit, me Tom Doshit shkohet drejt Edi Ramës, me Aleancën për Shqipërinë Mallshtore shkohet drejt Brukselit, shkohet drejt Europës, shkohet drejt Aleancës, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miq, e ndëgjuat vetë lajmin, e vërteta triumfoi. Ndaj dhe një mirënjohje të pakufishme për presidentin Trump që i preu kokën qarprit Soros në Washington. Po një mirënjohje thellë për të gjithë ju që qëndruat, nuk u mposhtet, edhe në kohërat më të vështira ju votuat Partinë Demokratike. Nuk pafundësisht mirënjohjes mbetëm ndaj jush.
Me 11 maj, Shkodra dhe Shqipëria hap një kapitull të ri, ndahet nga një diktatur, rivendos digniteti e qytetarëve, mbi të gjitha, kthen shpresën, kthen besimin, kthen dignitetin, kthen të ardhmen e qytetarëve të vetë, kthen të ardhmen, shpresën dhe besimin tek Shkodra dhe Shqipëria. Rrof Shiu, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore. Fitore, fitore, fitore.